Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all my heart to you? And I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my ghosts. I put it to rest because I'm coming home, coming home. And I've been carrying. Amigos. Erdhëm në shtëpi, edhe mbleva lule se janë tharë të gjitha, edhe lulet jashtë më janë tharë. Edhe kemi bë pazar, po s'jem. Si që kanë bë këto vru. Po. Kemi bë pazar, po s'jem tu atë ku. Ato që ka tha, edhe në qese. Po pra mi sot e shohë që një dipar se të nisesh. Edhe dje, Njerëz, o zot sa është kemi ora vajtur. 5:30. Jemi qunë on 12:30, unë jë. Në një u Unë çonë. në 1 gati. Jemi shtrika ora 4 në gjese. Po. Kemi vuajtur dje. Dje, pasi ju lam juve të vitja kaluar, I hipëm avionit. Ne, okej, unë nisë 20 minuta me vonesë, okej, thamë s'ka problem. U së mor një zotëri rrugës, shumë gjëra I shkreti, unë kisha mbrapa, edhe ra, do më thënë një ra të fikt, humbit ndjenja të krejt edhe ushtrin mbërde. Ishte në karrige shumë, ra kështu, opa. I ra 2 herë të fiket. Nuk e dim, Si pas sipas erësit, unë isha 2. Po ti më them unë së di. Edhe nisën që të gjithë në avion, ajo stewardesa ngriu, asi gjë nuk u bëre. Asi gjë të ulli tani mund të ngriu totalisht. Edhe thoshte, avjamo un doktor, për ti si gjatë më thoshte, çka? Se po flas gjumë. Çoma më në pyesë të gocën, ngjitur ç'a ndodhi kështu shumë, thot mua ajo. Po ishin gjumën. Po, ishin gjumë, ç'a thua se zhuna ai. Edhe kjo afërmeja u çua në këmbë, ishte një burr nisi tu fshkëlly, njëri vajti te kabina e pilotit, tu lëren. Aty mua vesh në pjesa para, se nes ngjosh mos I gjoni. Ai shumë e frikshme, ai që vajte tek piloti, bau derës, edhe një fëmijë që qante të tërë që burtisnin, ka një mjek. Ai u dzver, tha I burri u dzvert, këto u trembën, thanë, po I masnin pulsin, se mos nëse po sikur. A ishte gati karika fundit dhe para fundit duhet. Po. Mirë. Unë isha 28, a ishte 30. Mirë, u përmend erdhi një infermiere, ndihmoi, u përmend të tëra. Ulën afër me atë zonjën infermiere, me gruan e vet normale, që ta kujdeste ajo, skaloi 10 minuta, 20 minuta sa bëm rrugë, prap, e njëjta gjë. Erdhi ajo direkt u mblodhën prap, andej këndej. Sarata nuk ishte aq kështu, saratën e parë ishte shokuese krejt, por ajo tha që infermiera I tha asaj që unë nuk e di se si mund ta përballoj zemra e këtij, sepse kishim në 2 orë rrugë akoma. Edhe thanë do ulemi, kur thot ai I kabinës, ai piloti, thot do bëjmë ulje urgjente direkt tash sepse personi është shumë keq, ishim me fat që aeroport Victoria. Ai thoshte aeroport Victoria, kush e dinte nga ne ku ishte Victoria aeroport? Po, ishte, se më thonë rrugës ishte në drejtim tonë. Jo, ishte u kthyem, thaj. Po, bëm devijim, për devijimin që bëm, kushtoi vetëm gjysore devijim ulje, devijim futje pastaj se ta piloti. Ulëm në Victoria, erdhi ambulanca, e morën, e kontrolluan. Pastaj po prisnim që aeroport Victoria të na jepte mundësinë që të ngriheshim, se normale se ishim I pa planifikueshëm, edhe nuk ngrihesh kur të duash, pa të thënë, se mund të plasesh me avionat të tjerë, nëse ka rrugë. Pritëm aty, kontrolluan motorrat prap, kontrolluan të gjitha. Si u punoi aeroporti, gjithë kjo procedura ulëm, erdhën ambulanca e morën atë njeriu, ne donim me kombëtar vetëm nuk kërcishte ndoshta në gjë të keqe. Po ishte vaj, Pritën leje gjona kontroller këto, është një orë. Kontrollon çantat, Një orë devijim. Se mendoja ndonjëherë që do kontrollonin çantat. Kryuam edhe një panik tjetër. Këto morën çantat,
të Europët, po për arsye sigurie duhet të kontrollohen të gjitha çantat që lihen, se mund të ketë edhe një gjë që s'duhet jetë në avion. Po ti si isha unë kur ndodhi, isha unë te sektori skenës. Se kuptoj çantë. Në Çanta atit. po ai mori çantat e veta. Tash çantat që ngelën në atë kabinën tonë, u kontrolluan të gjitha, do të thënë mundsoren të gjitha në vendin dhe të dilte pronari çantës. Po. Edhe një çantë nuk po e gjenim dot kush e kishte. Po që kishte një atje para. Po. A ishte në gjumë, ai kanë jo në gjumë tu flet pa Po ishte. 5 minuta nisën tu panikos stewardesat se Vrapa ne fatikisht nga pjesa para nuk u merrte gati shumë pak. aksioni ka ndodhur nga sektori im. Po, ishte erse. Edhe Tani se gjithë ato procedura edhe u panikosën ato la maleta, the bag, who have this maleta. E ke parasysh se nuk I dihet vallai, nuk e ke ide se çfarë mund të ndodhi, çfarë mund të bëj. Kisha plani mund të bëj bife. Po pra, edhe nuk I di, u Gjithashtu panikosën. situatë. U çum prap, kishim edhe 2 orë prap tjera aty. Po, 2 orë 20 minuta, edhe erdhëm këtu në ora 9 që duhet vinim, erdhëm 11:30. 2 orë zjatë që se kjo ordia. Bukra pastaj. Marrim një autobus, kur dalim në terminali 2, marrim një autobus që të shkoshim deri në Köln. Në Köln me se Deutsche ka. Pashu nga Banofi Kölnit. Do të nuk marrim drejtim Kölnit, marrim drejtim Bonit. Një 40 minuta. Hecë, edhe unë po e shifsha telefon që u largoshim edhe shkoj pyesa atë dhe ai më thotë mu nuk shkojmë në Köln, thotë shkojmë më tha një vend tjetër. S'kishim as bateri në telefon. Aty edhe ne, edhe I qift tjetër, ishim 2-3 3-4 qifte, po 2-3 shpo. Ishim 10 ato goca të gjithë. I kishim hipur si sy që ka përcaktur. Ishim hym mbrapsht, ishim hym drejtim tjetër. Edhe 20 minuta kur u kthy, sa shkum pastaj prapë në Köln, sa morëm trenin. Tortur, të flet njerëzit gjithë të flet shumë, rishim fleshim shumë. Po se që Edhe vrapa ti me kap trenin e Kölnit, që të kapshim trenin për Ham. Por do që do vishim Dortmund edhe rishim në Ham. Disha aty. O çfarë vrapi kemi bërë. Masakrën, 3 natës të bo vrap. Unë gruaja dhe nga 5-6 tjerë. Vrap, jo vrap, po çfarë vrapi? Po se na ikte treni, me ikte treni duhet të prisnin pastaj deri në orën 4 të rihapeshin Po, 4 përsëri. mëngjes. Ishte ora tillë ora 1:30. 1:19 ai, erdhi 1:29, pritëm pastaj Po. aty. E pritëm ja 5-6 minuta. Nuk po vleja dot tiketën e Deutsche Bahnit, tortur. Ishte kontrolli aty. Luft, kena shko në shtëpi në orën 3 ca. Po, në 2:49 ishim në Dortmund të Hoppanov. Morëm taksi, morëm Bolt, pastaj erdhëm në shtëpi, sa erdhëm, lam ato. Në 3:30 unë jam shumë 12 e vosur, një gati, ku di. Unë çfarë në orën 11:30. Gruaja më herët. Luft gjithë kjo, pim kafe, ongërëm pak bukë, kanë ne këtu një jortë mirë vetëm të u relaksu kështu. E kështu ishte. Po veshëm, dolëm po në pazarin, çam plem këto gjona. Edhe kështu ishim përpëcit tona të ardhes. Edhe Andi thot që biletat që presun që janë kështu, një nga Honoluluja, një nga... Jam po shumë glos për drejt. Vim kak ne, ikim po ne, zot na ruaj, të shizi ka njës gruja, Kopenhagen dhe na presim në këthimit. Do e pres në Hanover, në Hamburg, avash. Kopenhagen, vim nga Kopenhagen i këtu, në kom. Masakë, për zotë, po u lodhëm shumë, vërta u lodhëm shumë, se këshim që në aeroport, kena shku në aeroport dje, në orën 2, 2 drekës. Edhe deri në orën 6:10 kemi nejtë aty, so 12 orë ishim, 13 orë, 14 orë pra avionave ullëm, pim, pastaj filloi vap kur pa problema ai kur ulëm me derap filloi vap. Po. Shumë tension, edhe edhe tensioni në avion isha shumë I lartë, të njerëzit nuk e dinë se këta para s'kuptonin fare çfarë po ndodhte. Ne se merrshim vesh. Ne shumë pak shifshim vetëm nga një që shkonte I binte derës pilotit, apo shifshim ato gocat që lëvizshin me vrap. Po, me vrap edhe thajmë. Hiç nuk kuptoshim ne. Hiç. Ason këtë kokën thash au mirë gruaja, shifun e një sa ka një. Ka blej një, tot flamingos që kërcejnë që... Edhe I kisha mu këtu, Po përso, vetëm nga kjo ka mirë, thash që I ka mirë, vetëm në visë të kokën se qa folta, atë thash, që I ka mirë. Si qel deti me...
Ja pra shumë. I lufsha kokën. Po, unë nuk naqa pastaj, unë kisha 2 goca anash, njëra këtej, unë isha në mes, tregonin historinë e jetës, o zot, qa jetë kishte njëra, telenovel më. I thash Ersit, tash në avion i thash porosit një Pringles edhe një Unë ja porosit ajo se ka qukur, edhe ka paku. S'ma se porosin. I thash Ersit, i thash unë ti, thash unë knaqe, i thash gruma porosite. Tha, për zotin e porosita. A ishte porosit, për nuk e sonë kur ato. Unë ja thash dhe numrin tatë, unë mendova se e mori këtë që unë e kisha mendit historia. Që historie, të gjë historinë. Ua, ta dini juve qa historie, telenovel, Aksion. 2 orë, 3 orë, ajo vetëm fliste, ka folur e gjermanisht, kur mi donë të shefi mu, e kuptoj e gjermanisht. Frëngjisht po të folta e dërgëton dhe gruje, se ishte tem interesante. O, ishte në këto persona që kishe njof njerin, a ishte i martuar, kaos, rëmbime, historik shumë, edhe tashi në fund fare ajo kishe vajt në Spanjë, se nuk ishe gjetur një person të kishe bërë mbjellje artificiale për të bërë nën tashi 36 vjeqe, pasi kishe kaluar gjithë këto gjëra. Imagjinoni juve sa investuar isha unë në këtë histori. Morëm edhe ja dygjona për arrume mua të për makinë. Për makinë edhe ja dygjona për njerëzit. Po, suvenirë, da të tregoj kështu me video. Edhe kaq. Edhe kjo shtëpia është rrumpall, këna hap gjithë Por ta dini u të në novelën e zonjës. Po deshe ta tregoj, ma shkuani, ta tregoj videon tjetër. Ishte, o, zoti madh, mind blowing. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, the soft touch your hand in mine gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric ride. You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Sot ka qenë një ditë shumë e bukur, dole me një pratë andit, o zot sa kanë lozur ata fëmijë, kemi qenë te Westfalen Park në Dortmund, shumë e bukur, se ishte mbushur plot me tulipana, shumë pak filmova se nuk të lanë mundësi, për zotin i ka njëri këtej, i ka njëri andej, se ke mendjen, edhe duhet jesh shumë vigjilente me fëmijët, edhe nuk është se filmova shumë, por ishte shumë bukur, moti ishte perfekt, fytyra ime shifeni si është bërë, 2 zbritje emergjence të gjitha i bëm punë fytyrës time, më thahet shumë nga avioni, edhe s'kam asnjë maskë në shtëpi dhe nuk dola që të ble, e tash ish goxha vonë. Por thash, do sistemoj pak shtëpinë, sa është bërë goxha rëmuj, andi i kum palestër në sikas, po për toja, si shanë Terezi. Do ju tregoj se çfarë pësollëm nga udhtimi në shtëpi. Si fillim morëm një aromë për makinën, sepse Sevilla edhe Malaga vinin aromë fantastike si qytet. Vinin aromë lule, portokalle, gjithandej. Se keni idenë, ishte mbreslënse. Edhe morëm një aromë të vogël që mund ta vendosim te makina, edhe ta ndjejmë, duke qenë se do na kujtoj atë udhtim. Mora një lip balm me portokalle, kjo është një firëm tipike e Sevillës. Ishte shumë e mirë me thënë të drejtën, se mu bëm buzët plag, prandaj e mora atje. Shtonë të tikute €6 dhe është një firëm e saj.
Është shumë lezetshme, më pëlqen, e aprovoj. Pastaj në Sevilla po ju tregoj, mora këtë kapsel që është tipike asaj zonës. Kjo kapsel që më identifikoi andi te avioni. Shikoni, është shumë e bukur, edhe bënte vetëm 3 euro. Kështu. Më pëlqen, po e mbajmë. Morëm prap një marmalad portokalli, ishte pak e hidhur, se s'më lani pse ta provoja pak, por ishte e lezetshme, ishte e bërë me portokalli nga Sevilla. Edhe në fund fare morëm na një filxhan për secilin. Ne nuk marrim magnete për frigoriferin, sepse kemi frigoriferin in caso, që kështu kemi ku t'i vendosim. Nuk i kam parë asun, më kam pësuar në një gjë, se kanë qënë lartë në avion, por i ka pashuar ajo goca super mirë, kreshimi, se unë pi kafe me qumësh, edhe pi pak më të madhe kafe, më kështu shumë kafe. Ka dhe një luk që mund ta përdorësh për ta përzierë, edhe pjesën e filxhanit që lexon Sevilla dhe ka disa nga atraksionet e qytetit. Është portokalli brenda, u duk shumë interesant, bënte 6 euro dhe thash do ta kujtoj sa herë të më bie rasti të pi kafe me atë. Normale mori edhe Andi një. Andi duke qenë se pi ekspres, nuk para pi kafe me qumër si unë, pak më shumë ka. Unë e pi kafe në gjatë, nuk e pi ekspres. E mori kështu për ekspres që ishte me portokalle dhe lule portokalle. Thash tipike të zonës ku ishim, kjo është me të kuqe dhe lexon këtu Sevilla, dhe bëte 4 euro e gjys. Në Malaga pastaj morëm këtë që vendosen gota cipër, lexon Malaga, është ceramik, ishte goxha e bukur në këto që vendos kështu. Shumë e lezetshme. Mora këtë kapsel me me dragonfly, me pilives, më duket shumë e bukur. Kapen flokët ma mësoja e gocat të tregur. Edhe kushtonte 15 euro. Morëm edhe këto, ka një arum. O, zot nuk di s'tua përshkruaj, digjen edhe vjen shtëpia e gjithë herë mirë. 10 copë 5 euro. Edhe këto morëm që sollëm në shtëpi, sollëm edhe ca çokolata, ca gjëra që i shpërndam tek njerëzit tanë të dashur. Por, udhtimi ishte on top, gjërat ishin shumë të bukura, edhe ditën e fundit u pendova që s'mora ca më shumë suvenir, të paktën ca pjata, ca gjëra, por s'kisha më vënd në valixhe. Edhe kisha frikë mos më thyeshin. Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there? I guess we'll see. Cause I'm trying to find my place. And I heard a man once say, son, you gotta run your own race. Don't you ever stop. No, don't you ever stop. Am I ever gonna get there? I don't know if I would get there. No. Will I ever see the sun there? I guess we'll see. Cause I'm doing all I can, finding my goals and shaking hands, searching ways to try and make amends. And I ain't ever gonna stop. No, I ain't ever gonna stop. And I'm leaving. Pas ka marrë jashtë për të ngrënë. Është bërë më i të menshëm se unë. Se lëm pa bukë. Shumë që më që se pjarë. Jo, pjarë. Dolem për piknik. Knaqëm, po. Hengëm prosciutta, djath. Keze najt pa umrë ditën. Po, o, sa Si që që. për lakë, ne jo për zonë të ujë. A i shumë pas ka umrë ta. E pas ke O, shtu. në më ngellin një dy çokolata, na. Pa, e më shpi që asë në burën. Qëra që nga shtypur. Po, normal që nga shtypur. Ti shofi e qa? A, këta. Se ti shumë mirë.
2-3 më duket as ngjedën, se mbaj mend. Jeta atje, shtëri. Për sopin shumë mirë. Ishim tek Botanic Park, ishte shumë i bukur. Kishin qelur. Salami, djali. U knaqa me atë shoqen, ja shita dhe burrën e kisha lënë pa bukë, pa kështu. Unë vajta brota nga fiancanti, vajta te puna. Vajta nga puna erdha lava flokët se më ishin bërë si lesh. I vekullova i qik i zbuta i qik. Shumë i mirë ajo kondi. Shumë i mirë ajo condition. Erdha pastaj e ashtu që më mori poshtë. E unë diva shumë mirë, kisha shumë, pas kam pas shumë vite që nuk vinte një njeri më mirë se poshtë shtëpisë. Unë se mbaj mend kur ka qenë hera e fundit që një person vinte më mirë te poshtë shtëpisë. Po s'quhet më gruaja. Po ti nuk qështë jeton me mua. Dëshmata ishte ndjesi shumë e bukur. Sepse unë kudo iki edhe them takohemi në filan vend, ose takohemi atje, e se cila ecë me makinë vetë, por sot ajo po vi unë të të marrë ta ki për në njërë në Smart. Have you been with a singer? Edhe ajo thamu, have you been in a Smart? And I say no, and she show me how it was to drive with a Smart. Smart ishte shumë cool. Ajo pësoj të është dera parë, sepse ajo e kishte shumë të bukur se e kishte me xham lartë Smartin të duke shumë lezetshëm. S'po e një ato rrjedhë të shëzohë. Jo, nuk me rruan. Herën tjetër. Snake ishit marrë, gjona ishit marrë. Herën tjetër. Qëllit? Je një farë. Pa kam po që në për internet, nuk është. Je një farë. Paginën tonë me lamani i sipër. Gëndela. Nuk bëhet. Edhe kështu guja. S'përbaj mendja mu. Kështu. Ma e takova dhe kolegë të andit, zot i kisha zë vendin një parkim. Pa, të mojë telefon muaj. Kush? Ta ka zonë në zërë të vjenë tha. Dhe shë karujt. Pasaj dole të pëtiqe. Po pra, e pashun që ai po më priste mua, po do kërkoj ati qka online. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving